Ti urime për këtë investimin që po bëni këtu, inshallah bëhen sa më mirë se në Levërdi kemi se ndoshta punësohet në familjari joni apo diçka. Unë nuk kam marrë këtu as të them për legalizimet, se legalizimin e kam bën vetë. S'ma ka bën as PD-ja, as PS-ja. Besoj e kupton si e kam bën, si gjithë tjerët. Tani, a ka mundësi të na ndihmoni për rrugën, se nuk po ju kërkojmë as na jepni lek, as na fusni në punë, por rrugën, ajo që është më minimumi, që mos të rrimë për të nru gome, të nru suspensione makinave, se shive vetë, nuk na bin lek nga qielli. Po. Ka që kisha. Po, e kuptoj. Edhe diçka, një sekund tjetër, një moment që do të bësh i kotet spulash, po them kotet spulash po e zënj, të vjen IMT, IKMT, policia bashkiake, policia e rendit, edhe nuk ose të vinë në zbatim të ligjit, po të vinë dhe të thonë 5.000 njëni, 5.000 tjetëri, 20.000 euro. Shive vetë, këte se unë nuk matutje, nuk e di qatë të them. Po, të kuptoha shumë mirë. Tani, këtu ke kjo kam i problem të madhun me ty. E kam shumë të madhë problemin këtu ke kjo. Se këto lafet shu në hava nuk më pëlqenë mu. Në qofë se të vjen dikush edhe të thot atë që the, ti duhet atë denoncosh. Kupton? Po pa tjetër. Duhet atë denoncosh. Sepse ndryshe, nuk mundet do të funksionoj kjo punë. Që ti të qosh tu edhe të flasësh në hava,